Në pjesën e Malësisë së Veriut, tatuazhet ishin pjesë e kësaj tradite pagane, po kanë vazhduar edhe me ardhjen e krishterimit. Jo vetëm që kanë vazhduar edhe me ardhjen e krishterimit, por ato kanë vazhduar edhe si praktika edhe në periudhën kur u ndalua botkuptime, kur u ndalua feja në tërësinë e vet. Pavarësisht se në duke kur shikojmë simbolet që na jep Durhami, neve na duket sikur shikojmë kryqin, në kupton, sikur shikojmë yllën. Në këtë sens pra shikojmë dy simbole dominante të dy feve monoteisë, islamit dhe krishterimit, por këto praktike janë para atyre. Por në anën tjetër kanë persistuar si praktika deri në vitet 60, po themi pak a shumë, por sigurisht që ato pastaj me ndryshime shoqërore ato filluan të mpakeshin, sepse edhe bota në cilën ajo po komunikonte ndryshoi për shkak të ndërhyrjes shtetit, ndërhyrjes politikave shtetërore për ndryshimin e jetës në tërësi dhe vendosjes po themi të diktaturës proletariatit në praktikë.